Edhe në fundjavë zgjedh të hyjë brenda lagjeve të kryeqytetit. Takohet me banor dhe njihet me probleme të reja dhe të vjetra. Është në rrugën Mahmud Fortuzi, në njësi numër 9. Kanë përfunduar të gjitha punimet nëntoksore, asfaltimi, trotuarët, ndriçimi dhe gjelbrimi, duke e hequr edhe një rrugë nga lista e investimeve të munguara në kryeqytet. E gjetëm jo vetëm në kushtet mirueshme sipërfaqësore, por siç e konstatuam edhe vetë, sa i përket infrastrukturës nëntoksore me një rrjet tejet amortizuar, një rrjet të ndërtuar për qeramike para shumë dekadash dhe tërësisht jashtë parametrave higjieno-sanitare dhe standardeve të shërbimit ndaj qytetarëve. Kryebashkia Kubasha i njofton banorët se përfundimi i kësaj rruge shënon dhe fillimin e rikualifikimit urban të gjithë bllokut. Kjo prani e bashkisë ka filluar të ndjehet, sepse qytetari i parë i siguroi se puna do të vazhdojë, duke zbatuar një aksion të rëndësishme. Atë që Bashkia e Tiranës të lërë përgjithmonë pas konfliktin politik dhe vetëm nëpërmjet bashkëpunimit, të cilit natyrisht derën duhet t'i hapin dhe t'ja mbajnë të hapur edhe qytetarët me qëndrimet e tyre në javët e ardhshme, t'i dedikohet dhe të vazhdoj t'i dedikohet me punë, me fonde, me përkushtim hallave dhe problemeve, t'i zgjidh ato dhe të ecin përpara. Me një investim prej 6 milion lekësh, 3.000 banorët në rrugën Mahmud Fortuzi do të lëvizin në një rrugë të re.